Më tregon dot të lutem se si ndodh, do me thonë që në 16 mars në mëngjes fillon agjerimi apo 17. E mira është me agjeru krejt këto ditë, se obligime kemi këtë tër muajin me agjeru. Ai që s'ka agjeru, të paktën agjeroj këto ditë që kanë bet. Gjithsesi ai që do me agjeru, që ta gjej nata e 4 agjerueshëm, e fillon me 16, pra në syfyr, pra mbyll ushqimin, që prafërsisht për Shqipërinë është në 4:19 minuta, deri në 5:55 minuta, pra ndarkë. Aty e qel. Edhe çfarë bën? Pra 16 ndarkë hyn nata e 27 e Ramazanit, pra e gjen nata e 4 agjerueshëm. Ama normal unë e këshilloj të agjeroj krejt këto ditë. Po ai që do që ta gjej nata e 4 agjerueshëm, agjeron pra me 16, në mënyrë që ta gjej nata e 4 agjerueshëm.